Unë jam Albi Saraci dhe do ju paraqes një tutorial mbi Adobe Photoshop. Do krijoj një ndër punimet e mia, shpresoj t'ju pëlqejë. Si fillim hapim Adobe Photoshop. Krijojmë tek file new një dokument të ri me ngjyrësi dhe gjatësi 1250 1200. Këto janë parametrat që zakonisht unë përdor. Selektojmë Paint Bucket Tool me gën ose thjesht duke shtypur tek kjo ikona këtu. I kthejmë ngjyrat në original, bardhëzi, nëse i keni s'ka nevojë. Dhe mbushim të gjithë faqen me zezë, duke selektuar anën e majtë. Bëjmë create new layer. E bëjmë backgroundin hide dhe bëjmë sërish po të njëjtin hap siç bëmë në backgroundin, e mbushim me të zezë. Selektojmë elliptical mark tool duke shtypur me mausin në anën e djathtë të mausit, nëse nuk e shikoni. Okay. Mbajmë shtypur ALT Shift dhe krijojmë një rreth perfekt. Shkojmë tek filter, render, different clouds dhe shtypni vazhdimisht fund derisa të merrni formën e dëshiruar të tokës që do na dalë në fund. Shkojmë tek filter, distort, spherize. Në fillim e bëjmë 100%, kurse shkojmë përsëri filter, distort, spherize dhe bëjmë 50%. Shtypim CTRL lën për të nxjerrë nivelet dhe zgjedhim formën e dëshiruar. Shtypni OK. Pastaj shtypni CTRL I për të bërë inverse. Dhe pastaj shkoj tek stylize, find edges. Shtypni përsëri CTRL I. Këtë hap ndoshta do e përsërisim 3 ose 4 herë. Përpara se të marrim hapin e parë, shkoni tek image, adjustment, hue saturation, colorize dhe thjesht lëvizin saturation. Bëni të kuq. Okay. Krijoni përsëri një layer. Dhe bëni hide layer 1. Merrni Paint Bucket Tool sërish dhe përsërisni të njëjtin hap. Filter, render, different clouds. Shtypni CTRL F prap vazhdimisht derisa të zgjidhni formën e dëshiruar. Dhe shtypni filter, distort, spherize. Në fillim 100%, pastaj filter, distort, spherize 50%. Okay. Shtypni CTRL L dhe formoni formën e tokës të dëshiruar. Okay. Shkoni sërish tek filter, stylize, find edges. Shtypni një herë CTRL I para kësaj, më falni. Shkoni tek filter, stylize, find edges. Tash mund të shtypni sërish CTRL I. Këtë radhë do shkojmë tek image, adjustment, hue saturation, colorize, por do ta bëjmë me ngjyrë të verdhë. Saturation gjithmonë deri në fund. Okay. Krijojmë një layer të ri, bëjmë layer 2 e bëjmë hide. Marrim përsëri Paint Bucket Tool edhe përsërisim të njëjtin hap. Render, different clouds, CTRL F derisa të zgjidhni tokën e dëshiruar. Filter, distort, spherize 100%, filter, distort, spherize 50%. Okay. Shtypni CTRL L dhe rregullojmë përsëri nivelet. Shtypni OK. Shtypni CTRL I. Shkoni tek filter, stylize, find edges. Shtypni sërish CTRL I për të bërë veprimin e fundit. Merrni tek image, adjustment,
Hue saturation dhe të bëjmë si që bëjmë me hapin e parë, duke e bërë të kuqe, shtypni OK. Bëni hide layer 3 dhe krijoni një layer të ri me këtë butonin këtu, në qoftë se keni kuptuar. Ose unë kam anashkaluar si hap. Shkoni tek filter, render, different clouds, dhe shtypni CTRL-F disa herë. Përsëri tek filter, distort, spherize 100%, filter, distort, spherize 50%, CTRL-L, OK, CTRL-I, filter, stylize, fine edges, CTRL-I, image, adjustment, hue saturation, colorize, dhe këtë radhë dhe bëjmë të kuqe, dhe bëjmë të verdh, më falni. Okay. I bëjmë të gjitha look, do të thënë që të gjitha lejerat janë të dukshme. I bëjmë të color dodge, të gjitha lejerat. Oh, më falni. Më falni, por zgjidhni linear dodge. Dhe do ju dali diçka e tillë. Shtypni CTRL-D. Shtypni double click te backgroundin dhe shtypni OK për ta zhbllokuar backgroundin. Shkoni tek layer 4, bëni new group këtu. Shkoni tek layer 0 dhe mbani duke mbatur shiftin, selektoni layer 4. I fusni tek një grup dhe duke I pasur këtë grup për mos nëse në qoftë se bëjmë një gabim, e kemi për ta rikthyer sërish nga fillimi. Shkojmë e krijojmë dhe një group 1 dhe shtypim CTRL-E për t'i bërë merge. Do të thonë t'i bëjmë të gjithë së bashku, t'i bashkojmë. Shtypim double click, shkojmë tek outer glow dhe zgjedhim ngjyrën e preferuar. Unë do zgjedh verdhën. Okay. Ky është pak a shumë një tutorial mbi një si të krijosh një planet. Ju mund të përdorit ngjyra të ndryshme dhe mund të përdorit çfarëdo lloj ngjyre që t'ju pëlqejë. Por shpresoj të ketë pëlqyer tutoriali. Për më shumë tutoriale në vazhdim do mësojmë shumë figura të ndryshme, si për shembull këtë planetin I cili është akoma më I avancuar. Dhe siç e shikoni këtë ujër që është rreth planetit. Do mësojmë si të bëjmë një person ta kthejmë në një personazh të fiction themi. Do mësojmë të bëjmë shumë gjëra në vazhdim. Faleminderit që më dëgjuat dhe shpresoj të ketë pëlqyer. Për më shumë tutoriale në mesoj.org. Shihemi në tutoriale të tjera.